والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmetoni Imam Ahmedi në Musnad se Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu ka thënë: Inna Allaha nadhara fi qulubi al-ibad فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنة فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيء. Thot Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu, Allahu I ka shikuar zemrat e gjithë njerëzve, të gjithë krijesave të tij prej njerëzve, dhe ka parë se zemra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është zemra më e mirë. Andaj edhe e ka përzgjedh zemrën e tij, e ka përzgjedh këtë pejgamber për veten e tij dhe e ka dërguar me shpalljen që t'ua kumtoj njerëzve përmes tij. Më pas ka shikuar zemrat e njerëzve, pas zemrës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka parë se zemrat e shokëve të tij janë zemrat më të mira pas pejgamberëve. Dhe për këtë arsye I ka zgjedh si ndihmëtar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe si luftëtar të fesë me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atë që shohin muslimanët si të mirë, ajo te Allahu është e mirë. Dhe atë që shohin muslimanët si të keqe, ajo te Allahu është e keqe. Ky është margaritari I radhës nga margaritarët e veçantë të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, shokut të dalluar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë fjali ka shumë përfitime, ka informacione të rëndësishme. Do të dalemi në disa pika që janë më të rëndësishme inshallah, sidomos në pjesën e fundit të ligjëratës ku do të flasim për temën që është shumë e drejt për drejt në këtë fjalë të Abdullah ibn Mas'udit, që është bidatet ose a ka bidat të mirë në fe. Fillimi Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu thotë se Allahu kur I ka kriju njerëzit, I ka parë gjithë zemrat e njerëzve, me dijen e tij absolute që ka përfshi çdo gjë. Dhe ka zgjedh në mesin e këtyre zemrave zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse e ka parë që është zemra më e mira. Jo që Allahu nuk e ka ditë. Allahu e ka ditë. Por Abdullah ibn Mas'udi do më tregu se Allahu këtë njeri me këtë zemër që ka pas, e ka përzgjedh dhe e ka dallu, dhe zemra e tij ka qenë dalluar te Zoti prej këtij zemrave të gjithë njerëzimit prej Ademit alayhis salam deri te njeri I fundit. Kjo është madhështia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse Allahu e ka zgjedhur për pejgamber, e ka zgjedhur me cilësi as të rëndësishme, saqë nuk I ka pas asnjë pejgamber pas tij dhe nuk do t'i ketë asnjë njeri pas tij. Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu përmend zemrën, për arsye se zemra është boshti kryesor, ose me thonë pika kryesore e njerit. Nëse ajo është në rregull, pastaj gjërat tjera janë në rregull. Allahu aq shumë e ka trajtuar zemrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ka qenë më e mira, më e zgjedhura, më e pastërta, më me vlerë, 2 herë sa ka qenë fëmia ka pastruar zemrën. 2 herë, jo vetëm 1 herë. 2 herë Allahu ja ka pastruar zemrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në aspektin praktik. Ka qelë gjoksin Xhibrili, ja ka marrë zemrën, ja ka pastruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një operacion para syve të fëmijëve të kohës së tij. Saqë ata janë trishtuar dhe kanë shkuar se në shtëpi vetë dhe kanë treguar gjëra të çuditshme që I kanë pa.
E Allahu Azza wa Jall ka desht që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me qenë i dalluar. Dhe atë shumë e ka dallu Allahu këtë të dërguar, këtë pejgamber, saqë emrin e tij e ka bërë bashkë me emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk pranohet Islami as kujt pa e thonë shahadetin e plotë, e që është wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Të dyja të bashkë. Sepse ky ka qenë njeri, nuk ka qenë diçka më shumë se njeri, por njeri aq i zgjedhur prej Zotit, saqë emrin Allahu çelësin e shahadetit e ka vendosur bashkë emrin e tij me emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ezani kur thirrët përmendet emri i pejgamberit sa 5 herë ditje. Teshehudi kur thuhet përmendet emri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po këtë arsye në çdo kohë, në çdo moment, në çdo çast që jetojnë njerëzimin këtë dynjë, emri i pejgamberit sa përmendet. Allahu thot: "Wa rafa'na laka dhikrak." Ta kemi ngrit zonin, ta kemi ngrit emrin, ta kemi ngrit namin. I ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qysh ka thonë dietarët? Ma dhukirtu illa dhukirta. Qysh ta kemi ngrit zonin o i dërguar, qysh ta kemi ngrit namin o i dërguar i Zotit? Thot, ta kemi ngrit se sa herë që përmendet Allahu përmendesh edhe ti. Sa herë që thu ashhadu an la ilaha illallah thu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pastaj Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu thot, masi që e ka pa këtë zemër të përgatitur prej Allahut, zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka përgatitur këtë formë. Pastaj e ka përgatitur edhe zemrat e shokëve të tij, ndihmëtarëve të tij, ata që kanë marrë amanetin e Allahut mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj dashur vllazni, në çdo situatë që ndodh diçka historikisht, nëse ka ndodhur diçka interesante, nëse ka ndodhur diçka e madhe, edhe ti s'ke qenë prezent, çka dush me bë më asaj ka kalu koha. E tash paramendone në gjeneratën, në historinë, në ngjarjen më të madhe të njerëzimit, pe Ademit alayhis salam deri sa të ekzistojnë këtë dynjë, ti me qenë prezent dhe me qenë pjesë kësaj ngjarje. Pjesë pozitive e kësaj ngjarje. Zbritja e shpallës të pejgamberit sa, mrekullia e Koranit që i ka zbrit gjoksin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është mrekullia më e madhe që i ka ndodhur ndonjëherë njerëzimit në sipërfaqen e tokës. Edhe Allahu i ka zgjedh që ata njerëz që ata që i njohim me emra i ka zgjedh me përjetu që ngjarje, edhe me qenë protagonist të mohon të rëndësishëm në këtë ngjarje historike që nuk fshihen asnjëherë për historisë. Nuk bëhet kjo pa përzgjedhje, edhe kjo nuk bëhet pa përzgjedhje. Nuk bëhet pa përzgjedhje. Se në mesin e tyre që kanë jetuar në atë kohë, kanë qenë edhe njerëz tjerë. Ka qenë edhe familjarë të pejgamberit alayhis salam. Po nuk e kanë pas këtë shansë që me qenë ndihmëtar të fesë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk e kanë pas këtë shansë që më nderu, edhe me qenë pjesëtar në këtë nismë të re të njerëzimit. Me qenë hisetar në këtë hajër të madh që i ka ndodhur njerëzimit me ardhin e Kuranit, me ardhin e shpallës. Kurse ato shokë që kanë qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata kanë qenë të përzgjedhurit. Po këtë arsye në mënyrë përgjithshme dietarët e Ahlusunit thonë, në mënyrë përgjithshme shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë krejt xhenetli. Krejt, në mënyrë përgjithshme. Ata që kanë caktuar me emra ajo dihet. Ata që nuk janë caktuar me emra në mënyrë përgjithshme janë xhenetli krejt. Pse? Për arsye se kanë qenë në momentin më të rëndësishëm të globit që ka ndodhur ndonjëherë. Edhe kanë qenë anën e duhur të historisë. Kanë kontribuar në çastin më të rëndësishëm që i ka ndodhur ndonjëherë botës që ka krijuar Zoti këtë dynjë. Andaj kjo është privilegj, është përzgjedhje e çuditshme. Për këtë arsye, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mjafton për ta që e kanë përjetuar shpalljen. Edhe kanë qenë krah shpalljes. As shumë janë nderu shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as shumë janë ndershëm, as shumë janë ngritur, as shumë janë të dalluar, as shumë janë dvequar prej anës Zotit nga gjithë gjeneratat që ka vinë pas tyre,
sa që nuk ka mundësi, nuk kish me pas mundësi me ardh feja e pejgamberit sa tash në botë, kudo që janë, se mos e shikon ata. Që thash pasët, pejgamberi sa atë shumë është nderuar te Zoti, saqë Allahu e përmend emrin e tij bashkë me emrin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sahabët ashtu janë nderuar pe Zotit, saqë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam feja e tij, mesazhi i tij nuk kish me mbritje njerëz sikur mos i shikon këta. Mjafton çkaç. Çdo vepër që e bojnë musliman prej mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam deri në kiamet, një pjesë e sevapit asaj veprës i shkon sahabëve. Çka dush bati, ndesh fal namaz, ndesh jepa bat dua, ndesh ba dhikr, ndesh ka dush. Një pjesë e sevapit i shkon sahabëve. Pejgamberi sa po dihet, po i shkon edhe sahabëve. Se çto hadithe që i praktikojmë na, çto rituale fetare, mos mi pas transmetuar sahabët si kishmi ditë. Po ata kanë edhe pejgamberi sa çdo detaj e kanë sjell pe pejgamberin sa prej fesë ti, edhe na pastaj e praktikojmë fenë në atë formë që kanë pas sahabët pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj dashur vllazni, kjo është një prej bukurive, mrekullive të fesë tonë që njerëzit pak e menojnë. Musliman pak e menojnë. Me pasti një gjenerat të tërë, me dhjetra, me qindra njerëz, që një këtë ofër pejgamberit dhe si cilit kallëzon diçka për pejgamberin alayhis salam. Kjo është mrekulli. Pse se çat shumë detajisht kallëzojnë për pejgamberin, secili prej tyre çka ka përjetu, çish ka kesh, çish ka ne, çish ka përgjigj filonit, çish u pshtet, çish është ul, çish ka një herë filan vendin çishto, çish ka rromë fjetë, çish çupi gjumit e kur çupi gjumit. Kjo është e çuditshme. Kjo është e çuditshme. Për këtë arsye Allahu kur e ka zgjedh pejgamberin, çish tha Abdullah Mesudi i ka zgjedhur çdo zemra. Andaj normalisht është mërzi kur e krahason, kur e sheh njërin çit aspekt, çit kontekst, kur e shef çfarë pozite kanë pas shokët e pejgamberit, është mërzi që Allahu se ka zgjedhur zemrën tonë me çan në atë kohë. Është mërzi. Edhe i ka zgjedhur ato zemrat aty në sahabive që me qenë pjesëtar në këtë nismë të re, këtë mision të ri që do të ndriçojnë këtë botë. Salman al-Farisi prej Persisë, prej Iranit sotëm, shkon edhe bëhet ndihmëtar i pejgamberit sa në Medinë. Ebu Dherri, ai tjetri vjen prej fisit larg, ky tjetri vjen prej Yemenit, ai tjetri prej vende ndryshme vijnë edhe bëhen pjesëtar të këtij, të kësaj nisme të re për mbar njerëzimin. Andaj si ta shihni dikan që i pështjell muhabet edhe i pështjell fjalë për shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dini që ajo është i devijum. Dijeni që ajo është i devijum. Sepse kjo derë është derë shumë e ndihshme. Nëse munohesh me hi edhe me depërtu të kjo derë, jo ashtu që kanë vepruar muslimanët e parë, dije që do të devijosh rrugën. Për këtë arsye dietarët e kanë përmendur shpesh kur kanë folur për shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Dashuria ndaj shokëve të pejgamberit është fe, është besim edhe është bamirësi. Urrejtja e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është kufër, është nifaq, dëftërsi, është pabesim, është dëftërsi dhe është ekstremitet në devijim. Pra, jo rastisht Ebu Bekri u konë, jo rastisht Omeri u konë, jo rastisht Othmani u konë, jo. Jo s'kan do që të vesh me ne, valla kanë qëllu që të në qatë general, jo vllazni, jo. Kjo u përgadit për janë e Zotit pej kër e ka kriju Ademin, pej kër e ka kriju njerin e parë. Pej atë jetë u përgadit kjo general. Se që shtash, në atë kohë konë edhe Bugjehli, edhe Bulehebi, edhe kë, që atë kohë ju në konë. S'kan qëllu veç, hajtë koha ka qëllu edhe i kanë po mrekullit, ato tjerët i kanë po mrekullit. Edhe onë tjetër, ai që si ka po mrekullit, hiç pej Persis ka ardhur Medinë, ka një që ka marrë një pejgamber ka ardhur. Ai tjetri pej Yemenit, ai tjetri pej vendeve ndryshme. Andaj kjo ka qenë përzgjedhje prej Allahut për këtë njerëz. Pastaj pjesa e fundit e kësaj këshille është temë shumë
e përhapur mesin e muslimanëve, sidomos në literaturën islame. Është fjala e Abdullah ibn Mesudit që është pjesa e fundit, atë që e shohin muslimanët si të mirë, ajo te Allahu është e mirë. Dhe atë që e shohin muslimanët si të keqe, ajo te Allahu është e keqe. Disa njerëz mbas kësaj fjalës të Abdullah ibn Mesudit e kanë egzageruar çështjen e kuptimit të drejtë të bidatit. Kjo është e njohur në botën arabe sidomos, po edhe në botën shqiptare, e marrin këtë fjalë të Abdullah ibn Mesudit si argument që pra nëse muslimanët e shohin që një vepër është e mirë, është e mirë. S'ka bidat, s'ka nevojë me kon bidat. Ata pe shohin që ja vlen, është e mirë, atëherë është e mirë se Abdullah ibn Mesudi po thotë çështo. Kjo është keq kuptimi i këtij koncepti të rëndësishëm të fesë. Keq kuptimi i këtij koncepti të rëndësishëm të fesë. Për arsye se na kena treguar që në çdo hutbe, në çdo fjalim që e ka marrë pejgamberi sa ka thonë atë fjalimin që e marrim në hutbe, innal hamdelillahi nahmeduhu, çdo herë çfarë fjalim e ka marrë, shumicën e herë çfarë e ka marrë pejgamberi sa. Pjesë të fjalëve të atij se sa hutbe çka ka qenë? Ha? Kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Çdo gjë është shpikur, çdo gjë e re është shpikje, është lajthitje, dhe çdo lajthitje është devijim. Pejgamberi ka thonë çdo lajthitje, çdo bidat është devijim. Pejgamberi ka thonë këtë. Këtë ka thonë pejgamberi. Çdo bidat është devijim. Çdo bidat në fe, çdo shpikje në fe që vjen pavarësisht çfarë çështje, sa është, çysh është devijim, është humbje. Ibn Taymi rahimahullah kur e përmend çet hadith, thot në çdo fjalim pejgamberi sa më ka thonë çet hadith, ose në shumicën e fjalimeve të tij. Qysh veç një herë nuk i shkoi mendja me thon pejgamberi sa sa, qysh i shkoi mendja një herë me thon pejgamberi sa sa shokëve vet, mos u gotni kod do bidate që janë devijim. Veç një herë. Veç një hadith me thon çdo bidat po mos u gotni se kod do bidate që nuk janë devijim. Asnjëherë s'ka thonë. Për kundrazi, e ka trumbetu, e ka ngulit në menjet e njerëzve që çdo bidat në fe është devijim. E Abdullah ibn Mesudi nuk ka mundësi me thonë diçka që bjen kundërshtim me hadithet e qarta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse e marrim fjalët e Abdullah ibn Mesudit që ka pas për qëllim bidatet e ndryshme, atëherë pika e parë që themi është se nëse e ka thonë Abdullah ibn Mesudi edhe jo pe kuptoni çështo, na shkojmë këshimi çka ka thonë pejgamberi. Se pejgamberi në fundit pejgamberi është mizani. Ai është peshoja. Ai na kallzon çështjet e fesë tamam ç'i duhet. Shokët e pejgamberit sa bojnë ijtihad, janë dietar, bojnë ijtihad. Edhe në ijtihadin e tyre ka mundësi me gabu. Edhe e mot me çdo sa herë këshimit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta ose çështja pas kësaj, në realitet vetë Abdullah ibn Mesudi e kam përmend 3 herë çdo këshilla që i komojt, ka qenë shumë rigoroz ndaj bidateve. Ka qenë shumë kundër bidateve, ka qenë e kallzova njëri prej sahabive më shumti që ka fol kundër bidateve. Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu. Derisa ne kalu me kallzum që i ka pa ato persona të bë dhikr me guraleca, të bë dhikr, të bë tasbih, edhe i kanë ndalu. Edhe ju ka thonë që ju ose jeni me një zë më të mirë se Muhamedi sa, ose keni deviju. Tash nëse e marrim çit fjalë të Abdullah ibn Mesudit edhe themi që ka pas për qëllim që çdo bidat i mirë është, atëherë pse Abdullah ibn Mesudi pra i kundërshtoi këta njerëz që ju kanë të vë dhikr? Pse i kundërshtoi? Këto dhikr janë të vë. I kundërshtoi për arsye se e ka që e ka kuptuar dhe e ka ditë që kjo dhikr që është të vë nuk ka shpej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj të aje ku në qartë që nëse s'ka argument, atëherë refuzohet. Dhe nëse s'ka argument për sunetit pejgamberit sa më dhe bëhet diçka e re në fe, atëherë ky argument është kjo gjë llogaritet prej bidateve. Domethënë Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, përveç që ky gjesti praktik që e kena pana, e kena përjetu, edhe është transmetuar në hadithe të shumta që është i mjaftueshëm për me tregu qasjen e tij ndaj bidatit, ai ka thonë edhe fjalë të shumta që na i kena lexu që ka trajtu bidatin si humbje dhe si shkatrim. Dhe kjo është e qartë.
Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu përveç kësaj, nëse themi çka ka pas për qëllim për Abdullah ibn Mesudi me këtë fjalë që çdo gjë që ka shohë musliman si të mirë është e mirë, dietar thonë me këtë fjalë Abdullah ibn Mesudi ka pas për qëllim ijma'in. Ijma' çka është ijma'? Ijma' është konsenzusi, bashkimi i dietarëve musliman për një çështje, mendimi unanim i dietarëve për një çështje. Dhe arsyeja që e ka thonë këtë fjalë Abdullah ibn Mesudi ka qenë kur u zgjedh Ebu Bekri halife. Këtë fjalë që ka thonë Abdullah ibn Mesudi ka qenë kur u zgjedh Ebu Bekri halife. Kur u zgjedh Ebu Bekri halife, njerëz kanë filluar disa për njerëzve ka pak me folën çu zgjedh, çka u bë puna ti në fillim. Abdullah ibn Mesudi është argumentuar me çet fjalë. Qysh? Përderisa muslimanët e asaj kohe, dietarët e asaj kohe, sahabët janë këtë me një mendim, atëherë kjo është e mirë. S'ka mos i më kundryshe. E ijmai është argument në çdo kohë, jo vetëm kohën e shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ijmai, konsenzusi, mendimi unanim i dietarëve. Edhe sot nëse dietarët dalin me konsenzus për një çështje të caktuar, kjo është argument i prerë. Kjo është pjesë e pa diskutueshme e fesë. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë la tajtamiu ummati ala dalala. Ummeti pejgamberi nuk ka mundësi mu bashku, mu bë unanim krejt në dalalet, në humbje. S'ka mundësi. Allah ja ka rujt ummetin e pejgamberit që i krejt mu bë me një mendim, edhe çaj mendim e qenë devijim. S'ka mundësi. S'ka mundësi me ndodh kështu në ummetin e pejgamberit alayhis salam. Andaj nëse ndodh një unanimitet mesin e dietarëve, një mendim i njëjtë, një mendim unanim mesin e dietarëve për një çështje, ajo pastaj është pjesë e fesë. Edhe quhet ijma. Ijma që duhet me pasu muslimanët. Për shembull, ndodh nuk ka argument caktuar për një temë caktuar, për shembull, me thonën ka ijma që droga është ndaluar. Ka ijma. Këtë dietarët janë unanim. Për arsye se një gjë e tillë nuk ka drejt për drejt në citate, në argumente, por dietarët kur i kanë kthyer argumentet e kanë pa që droga hyn te pjesa e alkoolit. Për shembull, kanë thonë kjo çështje është e ndaluar pa diskutim. Dhe na themi po, kjo është ijma që është. Në këtë rast themi atë çka e shohin dietarët. Krejt unanimisht që është e mirë, ajo është e mirë. Ata çka e shohin dietarët unanimisht që është e keqe, ajo është e keqe. Këtu ka pas për qëllim Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu. E jo ajo që disa njerëz e kuptojnë përderisa një punë e bojnë këtë një vend ban me bo. Në rregull, atëherë pra ku po mbesin argumentet. Nëse secili prej neve del dhe thotë çfarë ç't punë pe bojnë këtu në Zvicër pe bajshin mirësh. Djerë një tjetër thotë do pe bajshin këtu në Turqi, do thotë që pe bajshin këtu në Arabi, atëherë ku është pozita argumenteve? Që feja nuk ndërtohet që si tema. A dhe do vllazni, fjalët e sahabëve nuk ka mundësi e para me rënë kundërshtim me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse bjen me ndaj pikë, me ndaj detaj, që thash na e kena mizanin, peshojën e qartë. Hadithet e pejgamberit janë qarta. Rregullat, bazat e fesë janë qarta. Andaj kthehemi në bazat e fesë, i kthehemi që është trajtuar kjo çështje në mënyrë të detajzuar dhe atë mirë dispozita. E jo me marr dikun disa qoshe mu mënu me gjithë diçka me thonë qëre, që pas thonë Abdullah ibn Mesudi, kështu që edhe unë e përbaj që ta se mirë ku ka. Pse se kështu pastaj devijon kuptimi i drejtë i fesë. Edhe njerëzit çka t'ju tekët, si cili i do këtë diçka e mirë, thotë edhe kjo është për fesë, edhe kjo është për fesë, edhe kjo është fesë, edhe çështu tjetërsohet feja, çështu tjetërsute popujt para neve. Allahu e di mas miri, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.